Kosovës, Lumir Abdigjiku, ju ka referuar lëvizjes vetëvendosjes si parti sekt. Në anën tjetër, ditën e djeshme kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dhe njëherësh kryeministri në detyrë ka folur më në fund për ish-krerët e UÇK-s në Hagë përmes një letre që kishte dërguar në vitin 2022. Gjithashtu do flasim dhe për 9 vjetorin e vdekjes së Astrid Deharit. Por pse u publikua kjo letër pikrisht në ditën e vdekjes së tij dhe në 5 vjetorin kur ata pra ndodhen në Hagë? Do flasim sot në studion e emisionit të Mëngjesit së bashku me Azrin Shoala. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Konjë. Kemi dhe Argjend Suftolli. Mirëmëngjes, Argjend. Mirëmëngjes. Dhe vetëm pas pak do të lidhemi me Vullnet Krasniqi përmes lidhjes direkte. Shumë për të biseduar, por duke provuar të ndaj në pjesë të veçanta dhe njerë doja të flisja për zhvillimet politike që ndodhen gjatë ditës së djeshme. Dje të 3 partit, pra PDK, LDK dhe AAK, i thanë jo konjuftës, madje Lumiri kishte edhe një gjuhë më të ashpër duke e quajtur vetëvendosjen si parti sekt. Nuk kisha më thonë gjuhë më të ashpër, por gjuhë më të saktë. Dhe më thonë që kjo është diagnoza e vetëvendosjes. Janë sekt e vërtet, edhe pikrisht se janë sekt, Lumiri e di që çdo kont që e voton aty, e voton Albin Kurtin. Qoftë konjuftësa, qoftë ndaj deputet tjetër që aktualisht, ose jo deputet, se mund ditës kryeministri, mund të mësë qenë deputet fare, sa është mandatar, nuk zgjidhet nga populli direkt. Edhe kjo është mirë për mendimin tem, pra partitë opozitare në këtë pikë, ish opozitare, mi u thonë ma sakt, e kanë kuptuar që ma në fund po gjetë, që lëvizja vetëvendosje nuk është një forum i hapur demokratik ku një njeri që menon ndryshe, këtë rast Glauku, mundet rrjedhimisht me performuar ndryshe në qeverisi edhe me pas qasje ndryshe ndaj problemeve. Jo, Glauku, unë e kom thonë në Rubikon, është një plastelin, është personi ma i keq me vetëvendosje, është ma i ligë. Pse quani ma? Glauku pranon me qenë mjeti multifunksional i Albin Kurtit, çështi duhet e përdor. Kur i duhet për agresivitet ndaj partive tjera, e kemi pa ato e bo Glaukun, ju kujtohet kretëve në pandemi, kur u patërzuve qeveria Kurti, e kur u diskutohë një koalicion tjetër, e kjo dhe na kemi pitu 51%, e s'kemi me marrë në koalicion këta. Kush po të që keni marrë, me një farë mlefi, me një farë zelit, servilit, karshi liderit suprem. Kur i duhet më ka një but, gjeja konstruktiv. Pra ndaj Glauku për mua është zgjidhja ma e keqe, edhe ofendimi ma i madh për Republikën. Pse u zgjat pikrisht Glauku? Sepse në media, në studiet televizive, flitej për të si ndoshta një njeri më i afërt edhe me partitë të tjera. Jo, sa është, aje ka misioni i tij është me ndrrue lëkurën çysh i tut Albin Kurtit. Glauku unë ju thon prapë, është më person më i poshtër se Albin Kurti. Nuk kujtohet kryemindavi i vetëvendosjes. E kryemindavi i vetëvendosjes për shembull Glauku Njufca ka pas mendim kritik sa na që kemi dalë. Por në momentin e fundit, o stacionuar ka Albin Kurti, sepse anë ka peshue ona e fitores. A kemi qartë. Pra, unë kujtoj ai debati i famshëm që kam pas në Rubikon me Dardan Malliqajn, derë pa një studio, ish mendimin e njëtë me Dardanin. E më thonë, u pajtoke gati 100% me Dardanin, ndërkohë në Rubikon ja futi këtë ndryshe. Njëri pa kurrizor është ai. Pra ndaj, parti tjera... Pse mendoni që është duke bërë këta, është dëshira për qëndruan në parti me ka pushtet? A i me ndonë që kush? Pse me ndoni? Po, vetëvendosja aktualisht si partia e parë? Unë menoj që po, ajo për donë, nëse po më pytë pëse vëtën për qeverinë për herë dytë, po, Gonxhe, unë menoj që këtyne nuk ju komenojnë zgjedhjet, edhe një sondazh për se këtë kompaninë që e kom pa unë, një ditë për asë me folë, bile që tu i mikon, që bjerë në derë të 30%, 30-35% shkon rejzja e hapësira, dhe më thonë, e numrave të vetëvendosjes, pikrisht që shta shumë, me 32% ka dalë vetëvendosja. Këta e din këtë punë, këta e din që janë të ranë në sondazhe, e din që në synë të qytetarit, këta janë fajtori kryesor, pra ndaj të tentojnë me gjithë kusht. Glauku dhe mek si personi ma konstruktiv, pra Glauku ma i poshtër se aton aty. Këta nuk mund me votuar. Kondo që e voton aty, kjo është loje kukullave. Albin Kurti e mbrapa kretëve. Do të votohet për kryeministër Kurti nga, në fakt, Njufca, sepse i më mësu vetëm Kurti kryeministër. Apo jo? Nga shafitore Pacolli ma vonë ku i dijet. Pse jo? Pse jo? Kemi dhe një kryeministër. Mas jo bodi Malbasha, pse jo? Unë dhe ma heret në një studio këtu më klani thash që është e habitshme ku niset Albin Kurti në ku vend, kur e din që nuk i ka numrat, apo kupton, nuk e dis është e pa shpjegueshme sjellja e tij karshi institucioneve dhe në raport me institucionet është befasuese. Kur gjitha partitë politike ja kanë bërë të qartë që nuk ta votojmë Glaukun Njufcën për kryeministër e asnjë kandidat tjetër, po kërkojmë të shkojmë drejt zgjedhjeve. Po ata arritën ta bindin presidentën. Presidentja fatkeqësisht është ndruar në vegël të
të zotit Kurti. Dhe ajo e ka të qartë që duhet ja sjellin, është edhe kushtetuese edhe ligjore, që duhet ja sjellin 61 nënshkrima për me thirrë seancë tjetër, ndërsa presidentja dele deklaron, thotë që nuk ka nevojë me i sjellë nënshkrimet për me thirrë seancë, që kjo i bjen që ajo është ajo është nënshtruar narrative së zotit Kurti. Dhe kjo tendencë, sjellja e Kurtit në raport me aktorët tjerë politik, edhe në raport me qytetarë, në raport me institucionet, sidomos në raport me zgjedhjet tani që jemi në ballotazh, i bjen që zoti Kurti është të eminu procesin e ballotazhit, sepse ky dëshiron që sa më shumë të zgjas veten të jetë në krye të qeverisë në detyrë, në mënyrë që të mundet të josh qytetarët me projekte, me fonde, me gjëra të pakuptimta jo ligjore dhe gjëra edhe 3 ditë. Shqyqë edhe 3 ditë, po edhe 3 ditë a i tenton, brenda 3 ditë do të tentoj të bëj kamuflazhe të tilla në mënyrë që të mund të ndikoj për të fituar në komunat ku qëndron në ballotazh. Prandaj nuk menoj edhe nuk besoj që do të ketë qeveri të re me konjuftë në krye. Foli më herët diçka azran lidhje me poena politik, duke shfrytzuar personazhet ndryshme, situata ndryshme. Mendoni që është shfrytzuar njësoj gjatë ditës së djeshme, janë shfrytzuar ish-krerët e UÇK-s nga kryeministri në detyrë, ashtu siç po flitet në rrjet, pasi publikoi një letër që kishte nisur drejt Trëndafilovës në vitin 2022, por nuk e kishte bërë publike më parë. Qyre, unë mendoj që Kurti e ka vërejt një sen. Ndjeshmëria, solidariteti me ata djemë ton hak që i kemi, me qëllimtarë tonë po rritat. Momenti kur e shet që t'janë po anon masa, ai me njerë në rënë qasi edhe mundohet me kapitalizue. Ndjeshmëria e ti është janë lëtë krokodilit je. Oni kur i në nisha të folta dhe në ndosës ka po një upon heshtje dhe i tash. Dhe më thonë, deri që tu më rrinë marzia... Çfarë ka bërë? A është një punë shumë e madhe të shkuash? Apo ka bërë dhe diçka që ndoshta ne nuk e dim? Një kryeministër që punon heshtje, nuk mundet me inkurajuar në fillim procesit, do të me pas edhe rezultate. Me shkua aty. Po kupton? Këtu kemi pa në një varë kontradikta, që shkan operu këta me gjykatën speciale, është maskarat më veti se me të qështë tjetër. Fillimisht e kanë rrenjë që në neve në kanë se kemi botuë. Edhe tjetër që janë neutral. Kur je neutral ti, nuk do më thonë, ta bëj një digresion. Kur dalin partit tjera, për shembull, kur janë neutral në KQZ, por certifikimin e kandidatit listës serbe, dhe një me listën serbe, neutral i bjerë pro. A i bjene këta më konë si neutral 2015 pro gjykatës, e para kjo. 2019, ne kemi pas një proces i cili, parlament, një iniciativë, fakt, por me shbonë gjykatën. Vetë vendosën e ka dhe numrat. Atë ka Albin Kurti e ka në burg, Recep Selimi këtu, se këshefi e grupit parlamentar, dhe këtë do të me dhonë numrat, kemi me dhonë numrat, telefonat Albin Kurti të riqet me vendosja. Ku jemi procesin? Konsistenca nuk është akt, është proces. Por njerëzit e mendojnë dhe shohim që e vlerësojnë edhe vetë kryeministrin dhe lëvizjen vetë vendosjet që nuk e votoj dhe ishin kundër ata kanë arritur. Ka qenë neutral, ka qenë kundër atër. Ka arrit me shtri narrativën që ka qenë kundër kote speciale. Ka qenë kundër atër se ka besu që Hashim Thaçi nuk përfundon aty. Kër e kanë kuptu që Hashim Thaçi përfundon aty, u kryu kima bet. Jam pro. Për ta sakrifikuar madje Recep Selimin që është pjesë e vendosje? Mes dyjave, mes lirimit të Hashim Thaçit edhe mbajtjes në burg të Recep Selimit, ky ka qef me ndosë dyta. Letrinë e Selimi në burg bashkë me Thaçin, amo lirimi Thaçit i prishmohun. Mungesa regjës jo. Pa regjën a i prapë fiton sa kam i fitue. Po me Thaçin këtu hup. Prandaj a e ka që problem. Gjithë shka kalkulon elektoralisht. Edhe tjetër që desha me thonë, Albin Kurti me gjykatën, fillimisht të në kohën kanë thonë që se njofim bre, 2020, kër arrestu Hashim Thaçi, para se më arrestu, në fakt, e kanë letër gjatë, shko Hashim. 2019. Që shka mundësi, kur ti se nje atë format gjykate, e inkurajon një politikan, presidentin me shku aty. A me keni qarë. Edhe tash, në fond, mas 5 vjetë, investim të vendosjes, në kratë gjykatës, e akomodojshin të Trëndafilovë në Prishtinë, sa e rëvike, sa e bëshin në protest, përse dheja, kërë i më konë atë ko, kundër asaj vizite, këta në arrestojshin neve, edhe tash të më thëjnë, Albin Kurti ka punu në heshtje. Po, ka punu në heshtje me i denuat jem. E ti kje zyrtarë dhe ndosë që kanë dëshmua atje.
Kështu që këto muhabete mos ta kallëzojnë neve, se ta ofendojnë inteligjentët, tash do të më qenë sabah, duhet me dekonstruktue i të repacollin. Që shkallëzon që Albin Kurti, por një me ka vënë në heshtje. Këto broç këlla mirë mos më lejshit. Se e ofendoni edhe qytetarë, edhe shqiptarë që shqetëson për një me për fatin e krerët të luftës. Argjend po e shek të e lexova gjatë kohës që po flisë Azreni edhe në faktu emocionova për edhe po ndjej kërqardhje që kryeministri i Kosovës ka arrit, jo, vërtet, jo Azren, vërtet është e rëndë që kryeministri i Kosovës i thot një çlirimtari, një komandanti të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në po si do qoftë tash po them, që shko në Hag, i ke tradhtu UÇK-n, i ke tradhtu shokët, e ke mohu ushtrisë shqiptare të Kosovës, ju ke ngrit kurth shokëve. Vërtet është shumë e rëndë edhe normalisht që një kryeministër, edhe një njeri, një fitues i zgjedhur në këtë rast nuk do duhet ta bënte, por kjo është problemi i zotit Kurti me zotin Hashim Thaçi, dihet cili është. Zoti Kurti e din që me Hashim Thaçin në Kosovë ky nuk do të arrijë të jetë kurrë në krye të qeverisë e as të jetë bartës i ndonjë institucioni. Prandaj këtë e pengon Hashim Thaçi. Edhe sa i përket letrës të cilën e publikoi zoti Kurti dje, a mjafton që kryeministri i Kosovës ta dërgoj një letër gjykatës speciale? Duhet të bërë më tepër. Kjo qeveri, kjo qeveri, Ministria e Drejtësisë i ka pengu fondet për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës në gjykatën speciale. Duke zvoglu fondet, matutje janë largu edhe avokatët kryesorë të mbrojtjes së Hashim Thaçit. Dhe ata i kanë rreziku procesin e ushtrisë shqiptare, sepse e kam thënë edhe më herët, zoti Kurti është i interesuar që ta dënojë Hashim Thaçin atje. Nuk është i lumtur që të lirohet Hashim Thaçi. Përkundrazi, do t'i gëzohet dënimit të zotit Thaçi dhe të tjerëve fatkeqësisht, sepse gjithçka çfarë sheh ky njeri është pushteti, zgjedhjet, elektorati, vota dhe kështu i ndërton narrativat e tij. Dhe ti nëse i ke thonë më herët Hashim Thaçit që e ke mohu luftën, e ke tradhtu e diçka tjetër, dhe tash shkon i ke shkruar letër. Nga kondi si kryeministër, sigurisht që duhet një sjellje ndryshe ndaj shkretëve të UÇK-s. Po, sepse kryeministri atëherë ka qenë po nuk të merr serioz gjykatën speciale. As Trandafilova kur ti i ke thonë Hashim Thaçit, e ke mohu luftën, i ke përbalë edhe matutje, e tash që është në pjedestal. Paragrafin e parë që arritjet dhe sukseset që Kosova i ka pasur falë sakrificave të popullit nënë të UÇK-s, por edhe falë ndihmës së miqve ndërkombëtar, u përpoqet t'ia përshkruash vetvetes. Këtë që tu është sekreti Albin Kurtit. Pra, vendi i Hashim Thaçit në histori. Pra, këti pengon sipas Kurtit, sipas interpretimit të tij, që e ka të pasakt, Hashim Thaçi padrejtësisht i ka marrë do meritat e çlirimtarit e të njerit që e ka shpallë bavarësinë, rrjedhimisht shko atje dekonstruktohu sipas Albin Kurtit, le të zbehet ajo të historike, sepse veç Haga është një institucion, një mundësi për me tash bon këtë keqe ty. Jo, për çfarë thot, veç edhe një sekuencë çto. Sikleti i tij për historinë, me inkurajonin njeri me shkojmë në gjykatë, ti paraprakisht se ke njoft, kjo tregon një mledh, tu ka veç mledh politik dhe Hashim Thaçit. Nuk ka asnjë bindje, asnjë arsye politike racionale. Në këtë paragrafin e parë që po thu, ai në një farforme e ngrihet një pedestal kontributin e Hashim Thaçit. Po çfarë thot? Por kur erdhi puna për të mbajtur përgjegjësi e mohova UÇK-n. Po për çka më mbajt përgjegjësi Hashim Thaçi? Për luftën çlirimtare? Për organizimin e luftës çlirimtare? Mirë, e kemi vullnetin lidhje direkte, po e inkuadrojmë vullnet. Përshëndetje, mirëmëngjese. Përshëndetje. Atëherë, në nëzone në pjesën e debatit që mendoj që ty të pëlqen, mas shumë të në kulminacion, janë merit, i ka marrë të merita Hashim Thaçi si pas jush pa drejtësisht, apo jo? Pa drejtësisht nuk e ka marrë, nuk besoj që ka marrë pa merite, por është mbrojt ato që ka thonë, para se me shku në Hag, jena të dhe pa, që nuk është njëjtin sen, për shkak të procesit që normalisht a i nuk mund me thonë ato që ka thonë para se me shku në Hag. Cila është ajo që ka thonë para se me shku në Hag dhe çka po thot ndryshe tani që është në Hag? Po, para se me shku në Hag, u kanë pak ma shumë involvum në UÇK,
tash kur është në Hagë është pak i involvum. Ajo taktike mbrojtjes do shme kuptu e vullnet. Do mos do, një proces verbal gjyqësor e kalzon historinë reale. Këto pak që në di unë se ka pak marrë vesh në historinë, është ajo shumë që ka pak marrë vesh besoj. Ka pak. Nëse vazhdo vullnet, falë. Ka pak dhe kretë. Unë s'di sa... Unë e mirë këptej ato dhe se më pëthonë që kjo është pak a shumë dalimi. Kështu argjendit ashtë të foli te për shumë për një farë dëshire të flak të kurtit më denu... Kja i emocionum, argjendit kështu që kuptoja. Nuk pa të më ndilë një asi i loto. Po, ama nuk... Shumë për mirë me ato se të shka me dhe në kurte, të shka ndjenë kurte dhe... para ndjenë kurte... Nuk përbonim kështu se nuk e dina na që ta ndjenë për e me kurte. Ashtë na muna me interpretu, po dëshiren me thonë me në gjestë që dëshira ti e flakt është me dënu. Ashtë më thonë që Qka besan ti, vullnet? Nuk besaj që ka dëshirë të flakt mu dënu. Jo, ma dëshirë ka mi bo numrat. Pak Ma dëshirë flakt e ka mi bo numrat. Që s'ka dëshirë? Normalisht që i bo numrat e ka. Po dhe i du të pushteti. E ka shfrytzu pak gjatë ditës të djeshme edhe këtë pjesë për fushat, letrën që ja ka dërguar Trëndafilovës në vitin 2022? Pa e pora e këna po, gjatë këtë fushatës për të kreja i ka përdora ta në hagë për serje, për vota. E vërtet edhe kjo. Edhe kë një letër e qaj i ngrate. Sa më si përdor pak. Ma si përparimi po mund, pse ky jo. Edhe përparimi. E ka po për të kërë shumë mirë, për ata nuk i janë vend, gjatë këtë në kohë dhe i përdorën. Që ideja është që letra ka shkuar në vitin 2022, e është publikuar dje, pse bash dje? Po qëre, kur ti këtë kohën, edhe prej argjendit dhe prej shumë njëzve dhe drejt, është kritiku te për shumë që nuk përbën kur gjanë, nuk e ka e pas një vizje, se kena po kurtin, s'po full kurtin, s'pesoj më në gjykate në kurtin. A mjafton be kjo veç një letër që ka përgjë. Nuk duket që ai pak ma shumë e pat. Edhe Ministria Drejtësisë ka zvoglu fundet për mbrojtjen atja, a menon që ka punu mjaftushëm kurti? Nëse ka zvoglu fundet. Nëse i ka zvoglu fundet, a ka gabu, a ka bu mirë, a ka bu keq. A mënën qëta me qaru. Se nëse i ka zvoglu fundet, edhe ju ka nërgu avokatët e mbrojtjes, edhe ashtë më thoqët e ka driveselit, atëhere kë nuk i bjen që ka punu mirë, po i bjen që ka punu keq, edhe kunder krerve të ushtrisë imtar atje. Jo, be qenë se nuk... Qa i vendimi që pëthoni një që i ka nari, i ka zvoglu fundet. Ku është a i vendim? Po, jo rasisht janë largu avokatë e mbrojtjes. Po, avokatë largu, dhe se ata janë shumë shtrajt, te për shumë pari lidhë. A i normalisht e pa pare së përbanë. Po shë, po kuvendi Kosovës ka mandamentu ligj, ka bo projekt ligj, janë bo kitë procedurat janë ndjek për me mbrojt ata avokatë. Apo kuptan, po mendoj avokatët me mbrojt Polen, që është atë? Jam pasar puna me mbrejt avokat në kam më dreqi. Tjetër, avokat thash janë të angazhuar në kuptimin. I kuptova gabimin, po. Edhe tash ti nëse thu që ky ka punu e u angazhu, po i ka nol fundet ka, atëhere cila është... Nuk i ka nol për fundet, ku është ai vendimi që ka nol fundet? Tash se kam vendimin, po është dikun se ata jo rasisht janë largu vullnet. O kon raportimi i medjave, qeveria nuk e ka më huë, veçpak. Veçpak, vullnet, që të merë nga vesh, se s'po insistoj. O kon raportimi i medjave, atë ko Albulena Agjiu kujtohet mu, nuk e ka më huë, po e ka arsyetuar pse. Që i vjen është i sakt. Po ata e kam pas një arsyetim që mund tash në këtë me në gjesë, në pikë sabajt, s'më kujtohet do në zemër të nga thonë. Nuk o kone e parasetimi. Nuk o kone e parasetimi komitetit se të shfare. Së të që tjetë, është një fakt që jënë nalë fondot. Jënë zvoglu e fondot, po kjo nuk është problemi. Problemi na nuk kemi pa një iniciativë ligjore, ndërkombëtare të qeverisë me i dalë zotat e djemve. Ne kemi pa dy deklarata realisht. Gleu Konjuftës e Albulena Agjius, që thoshte kemi me bo një komision hetimor parlamentar që e monitoron punën e gjykatës. Se kemi pa të ndodhë. Të paktën një projekt, një rezolut që ka bo Shqipnia në Këshillë të Europës. Asë të se kemi pa, nuk po, hamë që e në rëngjëkimi. Mos bona naivë. Mos bona naivë. Do shta populot në heshtja, Po thonë që janë rënë procesin, janë rënë gjykimin atë në gjyqtarëve dhe i djeve tonë. Po të pak në pa përpjekje.
E na kemi pa akomodim të Filovës. Qëta, që i letër një anoni, jam për pjek, për thot, e kom shumë një letër. Vullnet, ngom, po, krasë sa i letere, falve Argent, krasë sa i letere, na i kemi pa një 3 akomodime të Filovës në Kosovë, të arrestua atë ko aktivist politik, në 3 akomodime të Filovës, po bëjkan ma pak se një letër më arsetua, për një menë në peshori, kër i qëtë nuk dalin një këto. Pra ndaj për mu, kjo qeveri, o kom pal me këta, kuptimin e asaj që nuk ka bo kur gjon, por me nalë ose me luftu e këtë protest pa drejt. Kur ty vjen të Filova në Prishtinë, e ti e unë, si më konë, në presidenti Amerikos, i Francës, ajo së Britanisë, problemi masë është. Në atë kohë që të kritike kemi pasë, si PSD, mos i kryoni asi siguri, asi protokoll, sikur më artu Bill Clinton. Nërkona ka artë një siluet e Slobodanit këtu. A be kemi qartë. Pra ndaj kjo qeveri ka po gabime ka pak. Së po thëmë që është kretë me gjukatër kërkutimin se kur Serbia, amon ka pak që i leverdist pak të nëmbajtja aty në djeme, si të mos a ashimin të hagë, këtu s'kom dilema, ato e njovë që është funksionon Kurti si politikan, që shë ashimin si rival, këtu s'kom pik dilema. Pse me vjetu të hashimit, a e hashimi a ka thonë... E mund zgjedhje, zbore bon. A ka thonë, jo, a ka thonë hashimi që une nuk kam më mënë politikë më këtë kësina në i havës. Këtu fort si zobes, këtu fort si zobes. Nëse ka vendim, Qëre, është dhe një aspekt atë drenë. Kur ty liderët e UÇK-s të përdorin për një partije politike, në këtë rast për PDK-s, për me të sulmu ty krejt kohën, dhe më tonë, dhe përdorin për fushat, problemi ma i madhë është që këtë përdorimi i Hashim Thaqit për pushtet, edhe ta është i për përdorim, dhe më në PDK-ja bën fushat me Hashim Thaqin. Nuk bën fushat më me lider, me që ka të mrena. Nuk e dija e pandershme, në falë, nuk e dija e pandershme, po kjo dëshmon... Dëgjom, nuk e dija e pandershme, sa dëshmon për boshllek ideologjik PDK-s. Dhe më thonë, PDK-ja nuk ka një boshllek ideologjik politik, nuk e ka një kauz politike, rrëzëmisht për të figura. Kjo o keq për PDK-n, nuk është e pamoralshme, po është dopsi e PDK-s, pajtona. Kemi këto edhe reagimin e Ministrisë Drejtësisë, që se e kërkuar shumë për fondet, pra fillimisht është OVL UÇK që është ankuar që po ikin avokatët për shkak të fondeve, ndërkaq Ministria e Drejtësisë doli me një reagim duke thënë se që nga nisja e procesit gjyqësor në gjykatën speciale në Hagë janë realizuar pagesa të rregullta në përputhje me marrëveshjet dhe obligimet e përcaktuara paraprakisht. Nga fillimi procesit në total janë paguar 32 milion, nuk vi lexoj numrat se po më vjen keq, nuk më imja qëllu bashkë sakt. Nga kjo shumë, pra për mbrojtjen e Thaqit janë shpenzuar një shumë goxha e madhe. Ndërkaq që Ministria e Drejtësisë kishte reaguar për çështjen e pagesave të avokatëve, kur pra njëri prej avokatëve që mbronte veseljen është larguar nga ekipi i mbrojtjes, pra në vitin 2024, ndërkaq që kanë thënë që ne mund të gjejmë justifikime të ndryshme për pagesa e ullët nuk ka të bëj për largimin e tyre, kështu ka thënë Ministria e Drejtësisë. Kjo Ministria e Drejtësisë, kjo komunikat që e përcakton që është del Albelena Haxhiu, ka një fakt bre gjyqtari kryesor që ka qenë shpresa Katri Veselit, ka ikë për shkak të pareve, ka lyp ma shumë. Avokatin, nasi kemi dhanë, që i vjen. Nuk ka ankesë se s'ka pare shtetin bako avokat. Ankesa e OVL UÇK-s është që nuk po japin ma shumë me angazhu avokat ma të mirë. Me qëta që i ka, thali o dënu ka që shumë, edhe persekutu që shumë, po shkak avokatit dopt. Njetë për ujkun është. Shteti ka qenë indiferent. Po, nëse po thani që kjo gjykat me të vërtetë është krijuar për të dënuar, atëherë a mund të luaj ndonjë rol avokati nëse shohim që kjo gjykatë është duke bërë goxha shumë padrejti njëra pas tjetrës. Pas vjet me radhë në paraburgim, ata ende pa u marrë vendime, ata janë duke vuajtur paraburgimin. Është merr na vesh, jo. Unë e kuptoj. Astrem që vetë ta them herët që nuk ka shumë rëndësi parja, sa ka rëndësi me formu një komision i cili kishme mbrojtë dhe kishme jetë aty të vjenë. Nuk ka rëndësi parja. Nuk ka rëndësi parja. Ashtë të parja. Vullnet, veç me mbas nguhe. Thashë kjo qeshja e pagesave nuk është e rëndësishme si element
për me kallëzua a pro, a kundër gjykatës dhe vendosja. Që të kontekst e thash, që s'ka rëndësi pare a vullnet, që na kemi një shprehje po ujë për pjetë e qanë. Neve që ka na pengon mas shumë të është që na ndërgjene për studio televizive që thojnë njerëzit e akterët vetë vendosët po pagujna shumë na për mbrojtjen atje. A përdin, edhe kjo është penges, edhe është narrative cila tregon qartë që këtu dikush është të punu në dëshmi. Po shumë, se s'kja mas fari parët e tyne. Kërës është të pagu? Aja të pagu? Po, faktikisht ato janë topsat qytetarëve. A mujmë me pa, bre, a mujmë me pa një angazhim qeverisë që kanë bo kroat me Ante Gotovinën. Se kemi pa atë zelë. Po nuk është në rast për njejtë, bez brem. Qysh nuk ojë njëtë, Ante Gotovina nuk është njejtë, nuk është një kota, atë me du me njejtë, nuk është... Pe di, vullnet, e kom qarë këtë pjesë. Vullnet, armiku... Ja, nuk është nga gabimin kërësor, asë në këna bërë në thëllim. Vullnet, armiku më koni ndryshon, njoni ma i përshqasëm, njoni jo. Përpjekje li më koni njete jotja. Jenë nga flasë për përpjekje, s'po flasë për subjekt për balë, a kemi as kemi shpresë. Kjo ma bet tjetër, pajtona që ma e keqe kjo. Por nali më pas për pjekje, nësë kemi pa vullnet, për kundrazi kemi pa e pasere, sulmet ullë të nashim saqit. A i kujtohet para një të muje, falë, që kjo vërën nëci shumë. Se tash mranë mend dhe shumë interesant. Hajtë. Gjykata speciale e ka ngrit rrugës e një akusë ashim saqit, por ndërhyrjet në prova. Ndërhyrje në prova. Në administrim provave. Del Ashim Albin Kurti në të venisht, të këndi debatit me Ardi Vitso konsot, Ashim saqit pi atje i dirigion krejtë e PDK-s. Kjo e implikon edhe ma shumë dëshmi i shtes, për një me Ashim Thaçi ndikon këtu. Rrëdhimisht kur ai mund me pas qasje politike, Ashim Thaçi mund të me në prova. Argjend, është përdorur, sepse ka qenë kohë fushate atëherë, nëse s'gabojmë, ka qenë kohë fushate, apo është shumë me rëndësi, ka qenë apo jo kohë fushate, është përdorur në këtë mënyrë për fushat, për zgjedhja? Gjithmonë zoti Kurti zgjedh që ta sulmoj Ashim Thaçin edhe brenda kur është atje, zgjedh që ta sulmoj në mënyrë që ta ngresë këtë narrativ të elektoratit vet. Por nuk është vetëm Kurti që hedh këto dyshime, goxha shumë hedhin dyshime edhe të tjerës që po i kontrollon nga atje Partin Demokratike. Sidomos, njerëzit të cilët partin përgjithësi argumenti i kryeministrit është argumenti i përpëtorive. Njerëzit të cilët partin përgjithësi institucionale, siç është kryeministri, duhet të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes se çka flet. Çajo që po e thot Azdreni që e ka thon Kurti është shumë e rrezikshme sepse kjo ti nëse i ke dërguar letër argument shtes prokurori. Po, nëse ti ke dërguar letër, vullnet, nëse ti i ke dërguar letër Trëndafilores, që mundesh me i siguru që ai nuk ka me pas ndikim të dëshmitarët, që nuk ka me ik ose diçka tjetër. E në anën tjetër ti thu që Ashim Thaçi prej atje dirigjon njerëzi këtu, atëherë çka po don me thon me këtë? Cili është qëllimi jëtë? Qëllimi i ti pra është që ta ngarkoj më tutje edhe më shumë gjendjen e Ashim Thaçit se jam do faktit nuk bërë me ikë. Na kemi pa për shumë, gjykatë speciale, falve vullnet, o nuk e dënen Ashim Thaçin, o vullnet, nuk e dënen Ashim Thaçin, nuk e dënen se ka folë, o zoti je, njerës që janë pëtër kë, qka bojnë ku të këthejnë mas hagës? O, kjo ma betë si mus më intereson. Unë e po thonë. Një ditë nga drejtohen, ato që janë zëdhënë si Ashim Thaçit. O, vullnet, unë im ka thonë diqka qëtu. Prokuroria ka pas akuzë në Ashim Thaçit, pondery nga Haga në prova. Albin Kurti e konfirmon në të venit të kanë debatit. Nuk po thonë që kjo deklaratit ti e denon Ashimin, po përdorët si provë prokurori, kryeministri i vendit ka kësi informacione, që shë përdorë deklaratë e Shkelzen Gashin në kjo speciale, që shë përdorë Doma Trapas që kanë folë Prishtinë për krimet të qekes, atjerë përdorë si argument fushat. Nuk po thonë që jem jaftojnë, po bëllë një arrendu barën be? Qartë, atë ndojnë një pak? Nëse është kështu krejt, ta që përmbrojnë që ta që kanë bo bozën. Pse? Të komentara, sa raportimi. Pajtona vullnet. A, këtu jem dakord. Këtu jem dakord. Kush ju? Unë e jo personalisht. E ta sharej. Tu ki drejt, po vullnet. Po vullnet. Po vullnet. Po. Kriminere kanë qujt. Po. Po, i të rrët akordu këtë pjesë. Ajo, diçka tjetër. Jo, soja, kjo, tu ka drejt. Që këtë abori jonë, që e mbrem, tu ka drejt vullneti, që këtë abori që e mbrem të Ashim Thaçin. Një pjesë i ka bot domen i to. Tu pajtona. Që s'ke dokumentara. Tu jem dakord, po. E di. Dakord që më vullnet, nëse zgatë ma shumë.
Mirë, sepse po zgjerohemi shumë në temë dhe dua ndalim edhe tek 9 vjetori vdekjes së Astrid Deharit, po du me undal me Azrenin me fol për këtë pjesë, sepse e di që ke diçka. Gongje e para kështu, kisha pas qef një 3 minutë a ki kohë. Kam kohë. Qyre, në ndjekum për tjellë reagimet e vetëvendosjes, e para ma skandalos kërë deklarimi i kryeparlamentarit. A pitima mirë spritet. Ashtë ashtu Dimar Basha, del fyën, ofendon, gjuma ti është e pa rishushme, po qeshtje e tia. Janë mundu të në kohë, ndjekum pa dhe në për studio televizive depotet të vetëvendosjes, që mundohen me kallëzu edhe me manipulu me gjysmë të vërteta. Unë ndjekum pa, për shembull, Arbresh Kryezi u Hisenia, po, te Arsim Lani në frontal, edhe s'mujshma me besu që po ndodhë që ajo. Pa, raporti i Institutit Zviceran në të regon që Astridin e kanë vrahë. Kjo është gjysma e vërtetës. Po nuk e ka dheket e plot vërtetës. Që ka ndodhë? Na nga Instituti Zviceran i kemi 2 ekspertisa. Njona është me 24 tetor 2019. Ko thuat? Shumë ka rëndësi. Zoti Dehari nuk ka mund me bëve të vrasje si pas ekspertizës mjeko-ligjore që e kanë përcaktuar në Kosovë institucionat. Pa e më huve të vrasën si mënyrë. Veç kanë thonë qysh kanë folë në Kosovë këtë autoritete, nuk ka mujtë me ndodhë vetëvrasja. Në Kosovë këta, ne kanë interpretuar vetëvendosja si argument që e kanë vrasë rritin. I besuar plotësisht institutit Mirboll, me në 12 prill, 22-ës, vjen një ekspertise dytë e institutit Zviceran, për njëtat mostra, që e kanë dhëmut parë. Aty thuhet që në ADN e Deharit nuk ka ADN të askuj tjetër. Në valin, në mostrat e Astrid Deharit, që kanë examinuar tutje, nuk ka ADN të askuj tjetër përveç Deharit, që i vjen kush aty së kompër me vrakot njëri. Atër del Albelena Agjiu, thot, i kemi quë për këtu qëllimisht dëmtu me mostrat i kanë quë. Qysh ka mundësi, nëse i kemi quë dëmtu me këto mostrat qëllimisht nga ish pushtetet, të parin rezultate pranon, edhe po e interpreton qysh duash, të dytin po refuzon me argumentin që janë dëmtume nga këtu. Koncentronu pak be, pra kur të pëlqe rezultat. Ministri drejtësisë tani. Thot Albulena, po dhe atëko. Pra te i pari e interpretojshin që ne kanë vra, edhe pëse thojke nuk është mënyra e vetëvrasjes që jo. Nuk e përjashton si mundësi vetëvrasjen, te i dyti thojshin jo, se pranem këtë rezultat që nuk ka dhe ne dikuj tjetër në të mostra, sepse Dehari, sepse qëllimisht këtu i kanë qëtë dëmtume provat. Për ma tepër, që në nëntorët atë vitit 22, zhdukën mostrat. Del Albulena thot, mungesa e tyne ka me na vështirësua procesin me zbarë rasin. Që të mostra në prill i ke kualifikuar pa vlefshme, që ka duon tash. Pra kjo maskarat me veti. Ta lujna i gare me këtë njëri. E këto limedit në nga vete pa baj vetë. Herë e pranem rezultatin, herë jo. Kur ju leverdis po, edhe pse interpretoj që shdojnë, kur se leverdis dëmtu me mosrat, kur hupin na pëngojnë me zbarë rasin, pasaj gjindën kretë, këto maskarada. Përdorët, është përdorur dhe Astrid Dehari? Prej që a ditë që ka vdek, deri sot o përdorë mënyrë brutale. E unë e shisha Albin Kurti ndje me qikën e ti, e na kemi bo bashkë që tu ma bet, që shë o gëzuë kër ka vdek se për rritëve të ndosjan. Edhe plus, manipulojnë me fakte zyrtare, merë një mediat, i kini 2 ekspertizat e ati instituti, e 2 të është decidive, pa ku i voke, nuk ka adenet askuj tjetër, se s'ka prokuror me kelqe, që dele dhe mshelqeshjen, kjo ma bit tjetër manaj. Mos e lini këta manipulanta, këta matrapaza, hala me përdor tragedini një djali me fitu për ena politikë. Po familja nuk po shed si të tilë, familja e Deharit, patëm dhe reagimin e nënës Astrid Deharit gjatë ditës së djeshme. Unë për të ndjeshmëri që e kam ndaj rastit edhe ndaj asaj familje, ka jerë kjo familje, dytë, edhe prindet i edhe baba dhe nona, po do të mja hup respektin dhe në fund të këtyne. Qysh ka mundësi me jalon Albin Kurtit një tragedi familjare me konvertuar poem politik bre? Ej, ka ardhë në letër i shkrumë, raporti i parë nësë gaboj i ka 52 faqe, i dyti i ka 48 faqe. Ndjes në jem i pasakt numrin e faqeve. Të dy janë shumë qartë, te i pari për përseris, thuhet që nuk ka vdek qysh kanë thonë Kosovë, por nuk e vetë vrasë që kanë thonë Kosovarë, institucionet tona, por nuk e përjashton mundësinë e vetë vrasjes. E te i dyti i heq dilemat, nuk ka ADN kërkuj tjetër bre? Janë veç Deharit ADN-ja në të mosra. Kush e vrau tash? Kush e krimineli? E kjo, Gjemile Dehari me Avni Dehari ka po politik, ma 5 ditë mëse kanë varës djalin, dirke në Rubikon të Adriatikut dhe ke ma kthe pushkën që me ke vrat djalin ashim saqit. Ku je nis me këto sende? Ty të pas ka vrat ashim saqit djalin. Pra, një maskarat e tërë, nga 5 nëntori 6 metros, vazhdon, thot e kësaj dite, edhe në fund, jeni në pushtet,
kur janë zhduk ato mosat në laboratorin e toksikologjisë, drejtoresha ati institucionit o konë e emru me nga Albulena Agjiu, jo nga na, jo nga pushtetet e tjera, ka na dele Sharkon. Pra ju i një vje serios në këtë pikë, mos me thonë që në fund, Albin Kurtit e Leverdis mjekulla në rast, jo zbardhja e rastit. Sa ma shumë mjekull për rastin, aq ma shumë e mundshme me përdor politikisht, me përdor tragjedin e një triut, të ja intimidue familjan me marrë vota. Po merre pushtetin me që sësën e mos boni të marrë. Me shkel mikrofon. 5 minuta e bona zërën. Mirë, sepse dhe jemi krejt në fund, nëse veç keni shkur diçka për të thënë, por ju lutem pa dalu shumë nga tema. Vetëm neshta me thonë, që njëni për rastëve kështu ma kryesore që kur përset si gazetarë, kur orë që këtë qeveria Kurti, u konë rasti e i dëharit, edhe rasti ma e klatant, se që shpërdurit politikisht një vrasje është gjithashtu e dëharit, krejt që ka ndodhë në institutin ku në gjinën mostrat është një histori që unë mënej që është kriminalit që meritojnë më jetu ndamas prej rastit të dëharit, se që ka ndodhë të instituti është për mendimin tem, njëna piskena më kriminalit kështu ma të shia në herë që ka ndodhë në Kosovë. Qartë, Vullnet, falimderit shumë për prezencën tuaj në emision, falimderit shumë Argjen që ishe zbashkë me ne, Azdren falimderit shumë. Por këtë gjumë për shemull që e përdori unë, që kërkoj drejtësi, edhe kërkoj mos manipulu rastit dëharit, mund ka pa ditap një dëhari. Po, që ka ndodhe? Ka bo kallëzim penal, për nëzitit për qarjos. Pa normal, e ka hup rastin, se unë kontet me full, edhe bazona në fakte, një në argumente mëre. Për çka konkretisht ka pa dit për deklaratën që e ke bërë? Edhe atë rast, unë e fitojmë regullorie, ku fitu e zyrtarisht. Pra këta, me kësim njëra, pra me një bond palë, bond, në thonë, vegale Albin Kurtit, mi pa dit njerë që e thonë vërtetën. E atë ka halati e vërteta. Nuk këtë e ranë dhe ty që mi thoni babës që i ka hupës 2 djemët, ja ka tërzu 2 djemët kurban. Po, se qaj baba me 12 nëntorë, në Robikone se zgavoj ka thonë, ashim thaqit ma këthe pushën dhe me këthe vrat djalin. Qysh argumenton që të ka vra ashim thaqit djalin bre? Oke, të tërsten, amo. Qysh më të tërsten, ka bo politik me djallë vetë. Ka bo politik me djallë vdekon. Dhe qes vete ka njëherë pozit një babës që shqik, kur mi thonë të televizor. Unë e vetën, edhe unë vullnet, e qes vetën në pozit avnidarit, e kur dalat pozit, me qëto men që i kom, me po me pa në shpi Albin Kurtin, hu gardhe e njeko. Sa e fajtorë, sa e njeri ka da aty. Jo, tash do doj avnidarit, i thështë Albin Kurtit sill drejtësi për astri deharin. është çështje e tyre dhe ju. Po, Syl Hoxha, ala ty ka me ora, të Syl Hoxha. Paskon avnidarit, qysh do t'i thështë Albin Kurtit, si alë drejtësi për avnidarit. Se nuk kemi as kohë për të zgjeruar dhe faleminderit shumë edhe njerë që keni qenë së bashku me ne. Azdren, faleminderit shumë edhe ty. Do takojmë besoj edhe herave të tjera, ndërkaq që me që është koha tani për parashikimin e motit.